Unë jam për një rrafshim të mirë të sistemit, ose më mirë, kjo protestë duhet kishte mbledhur të gjithë grupet e interesit, të ngrinte të vinte kishtin mbi gjithë plagët dhe pika dhe probleme shoqëria ka. Ka tendenca për ta kontaminuar nga format më të ndryshme këtë protestë pa precedent në Shqipëri, e cila në fakt rrëzoi një teori apo test të kryeministit Rama, i cili thashë populli nuk ngrihet, jashtë populli ngrihet. Kjo punë për çfarë po bëhet? Që një dikush tjetër të vjedhë zë vendi Ramës tipi ndikal të kalorojë mbi të gjitha probleme që ne kemi. Tu është një sistem i cili thotë, hajde ta bëjmë Shqipërinë, të bëjmë resortet, të bëjmë kullat me lek të drogës për një politikani që është në Aruba. Distanca i gjatë i shkurtër, disa kandidatë. Personat që u morën me drejtësi, fakti i konstatuar nga Strasburgu, nuk kanë plotësuar kriteret për që në atë vend punë. Edhe reforma në drejtësi, që tha prokurori, për mua i nuk e thot, po e them unë, për mua ka qenë e dështuar. A ke parë një pankart ku shkruaj 200.000 dosje në sirtar? Sepse me sa di unë, jo, nuk kam parë vetë, por me sa di unë, edhe shqiptarët i besojnë kësaj drejtësisë. Ndaj dhe unë them që kjo protestë është, fijet e kësaj proteste janë të por është drejtuar protesta, është e kapur. Ka punonjës të administratës, jo të ministrive, jo të institucionet varësisë së kryeministrisë, që të dalin, nuk di, po di që në institucionet të tjera, që nuk kanë një varësi të drejt, mos të jap shifër, po pak të gjysma e punonjës të dalin në shesh protestës. Në protestë, për shembull, askush nuk proteston për gjithë target grupin e mediatik, ose gazetarëve, tek media që kapet, tek gazetari që nuk u thot fjalën e tij të fortë sepse është pak i ndrydhur.